njëjta gjë ishte një situatë në Durrës. Ishim dëshmitar të një ngjarje të një arratisje spektakolare. I thanë spektakolare, po ishte banale. Pra e çojnë një person për të vizituar 3-4 herë për të njëjtën simptom, derisa në moment nuk ishte as shoqërues, madje duket se u po shkonin në kafe, largohet dhe nuk u gjet personi. Pra u largua një makinë priste, pra një arratisje banale, përsi u arrestua drejtuesi, nuk e di, u lirua, kishte akuza apo jo, pa rëndësi ka emri i personit, a u arrestua, u dëmua dikush, por ne po themi shqetësimin që ka në drejtim të burgjeve. Është bërë disa herë thirrje nga drejtuesi të burgjeve që mungon sistemi i antidronëve që të mos lejojë fluturinë e tyre, dhe shpeshherë ka dyshime që dronet fluturojnë në afërsi të burgjeve dhe mund të përdoren për zbritjen e sendrave të baliqshme, mund të zbritjen të narkotike e tjerë. Por shpeshherë funojnë rasti i Peqinit e përmend se ka qenë fatal, që nuk punonte sistemi i kamrave dhe nuk punonte sistemi i skanerëve. Çdo të mungoj skaner do thotë që ti nuk bën kontroll. Nuk bën kontroll. Ne po kontrollojmë në aeroport, po pretendojmë kontrollojmë nxënësit që nuk kanë element rreziku, se fëmijë është, që të kontrollojmë me skaner, me detektor që mos ketë sende të forta. Çfarë mund të ketë? O në i levë, ose një kaçavid, apo në një dorez boksi, apo dorez hekuri, apo kërkojmë të kemi sistem kontrolli të tyre dhe jo në burgje. Prandaj burgje do të jenë disa herë ka tentativa me sa duket duan ta krijojnë situatën tillë për thonë ti bëjmë burgjet private. Ose mund të dilet me teorinë e burgjeve private, duke kthyer këta në një biznes tjetër. Por është shumë e thjeshtë. Ka një përgjegjësi që vjen nga qeveria shqiptare, nga ministri i drejtësisë, nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe nga institucionet poshtë. Kështu që është shumë e thjeshtë. Ngrej nivelin e pagave të punonjësve të burgjeve. Rrit kualifikimin e tyre, që të mos ketë korrupsion. Bëj pagat e larta sepse ja vlen ta bëjnë këtë gjë dhe mundësisht që disa vepra penale, të cilët jo detyrimisht të jenë me masë sigurie në burg, të jenë me masa sigurie shtëpie, sepse edhe ajo kosto e burgut që paguajnë shqiptarët është e lartë. Burgut, se ndodh një gjë kot, do me thënë kot, ndodh një gjë, gjëja e vetme që bëhet është ndryshojnë drejtorët e burgjeve.